Shpesher e kam cekur në videot e mia para disa muajve që nëse keni investuar në një kripto projekt, është mirë që të mirëni fitime nëse jeni në fitim. Ose nëse jeni në fitime dhe besoni që ai X projekti juaj do të shkojë edhe X 500 ose X 1 milion, gjëja më e parë që do të bëni është të tërhiqni investimin, që mos të ndodhë që një ditë vë kap një bear market dhe fitimet që i keni pasur të ngeli vetëm një screenshot dhe që të keni të bëni muhabet e kafës se une kam investuar para 2 vjet, 3 vjet ose para disa muajve dhe kam pasur $50.000 fitim dhe sot s'kam kur gjë. Shpesher kam cekur këtë në videot e mia, merrni fitime. Sot Bitcoini ka rënë një çmim mbi $77.000. Ta shohim se çka ka ndodhur. Mundeni me pa që Bitcoini ka rënë në çmim $75.000. Nuk është se vetëm Bitcoini ka rënë në këtë çmim, ka rënë goldi mbi 10% në 24 orëve. Ka rënë po ashtu edhe silva. I gjithë tregu ka rënë. Nuk është veç problemi rënja në kriptovaluta. Pse ka ndodhur kjo? Ka disa lajme negative. Qeveria amerikane e ka shpallur shutdown, do të ndrohet seku dhe ka disa sende politike që kena rëmje. Por situata është kështu si është dhe kena rëmje momentalisht në kriptovaluta. Po ashtu në Bitcoin. Dhe mrena 24 orëve ka likuidume shumë masive. Mundeni me pa këtu që mrena 1 orëve janë të likuiduar $1.14 miliard. Paramenoni çfarë likuidim kena pasur vetëm në long. Mrena 1 orëve $1.14 miliard. Mrena 24 orëve janë të likuiduar $2.54 miliard. Paramenoni çfarë likuidime masive. Gjithë ata që kanë vizatuar via në kripto dhe që kanë pretenduar se Bitcoini do të shkojë në $100.000, $200.000, $300.000, sot të gjithë ata janë të fshirë nga tregu, janë të fshirë nga marketi totalisht. Sot ato janë në një depresion të thellë. Kurse nëse jeni një investitor i përgjithshëm dhe i keni marrë fitime dhe jeni në Bitcoin në long term siç jam unë, shembull nuk kam panik dhe nuk kam gjendje stresi se Bitcoini ka rënë $70.000. Mua më konvenon edhe Bitcoini të bje edhe në $50.000. Pse? Unë në Bitcoin jam afat gjatë, minimum 10 vjet, dhe për mua nuk lën rol Bitcoini a është $77.000 a është $7.000. Sa më shumë të bje Bitcoini, unë po vazhdoj strategjinë time DCA dollar cost average në Bitcoin çdo muaj dhe unë nuk mërzitem. Prandaj çdo herë kur të jeni në fitime, merrni fitime dhe mendoheni që spaku të nxjerrni investimin që keni shtyr në një coin. Të tregu nuk ka mëshirë nëse bëni gabime. Paramenoni çfarë likuidime masive brenda 1 orëve. $1.14 miliard. Kjo është masakër në treg. A jeni në një bear market? Nuk e di. Këto janë shenja që mund të jeni në një bear market, nuk mund ta konfirmoj 100% që mund të jeni në një bear market. Tregu është shumë i luhatshëm, mund të ndodhë që mrena ditëve të ngrihet tregu dhe të vazhdoj Bitcoini të kap një ATH. Por situacioni është kështu si jena dhe do të keni shumë kujdes para se të investioni në një kriptovalutë, se mos ndodhë që të dilni nga tregu, të likuidoheni nëse jeni me leverage. Po ashtu edhe më spot mund të ndodhë që ti humbisni parat në shekullin 21 duke pasur aq edukime falas, është një katastrofë. Shkruani në koment çka mendoni, a jeni në bull market ose jeni në një bear market pa mos e kuptuar.